Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Kush të dëshiron në një mënyrë shumë të fortë në këtë moment? Do ta zbulojmë me anë të tarotëve, të shenjave të horoskopit dhe të gërmave të alfabetit. Pra, kush është ky person që ju dëshiron fort në këtë moment që ne po shikojmë këtë energji? Është pak i mërzitur ky person në jetë të kësaj peme dhe pret këtë kupën tuaj, këto fjalë të tua të ngrohta. Është në pritje, buzetit, dhe shumë shpejt e merr këtë lajm. Sepse ju jeni në një lidhje të fshehtë dhe hëna, në dritën e saj, ju mbron në energjinë tuaj, kurse njerëzit dhe liqarë që keni përreth, i berbon me dritën e saj. Ky person ju mendon çdo moment. Është i çmendur për ju. Mendon në çdo sekond. Do të bëj këtë takim serioz për një lidhje afatgjatë, për një lidhje serioze, sepse ju për të jeni perandoreja e bukurisë, perandoresha e bukurisë. Është shumë i dashuruar me ju. Mendon çdo moment, natë dhe ditë. Është gjithmonë me ty, dhe pse jeni larg. Pra, është shumë i dashuruar. Mbreti i kupave tregon personin që është shumë i dashuruar, ka një pasion, ka një energji të fortë nga ana shpirtërore me ty perëndeshën e bukurisë. Dhe kjo histori dashurie është shumë e sinqertë midis jush. Me kë rezonon kjo? Pra, kush është ky person? Me kë shën horoskopi? Me Luanin, me Gaforen, me Tashin, Demin, me Ujorin, me Peshoren, me Binjakët, Ligjëreshën dhe Akretin. Kurse me gërmën një, S, G, E, gërmën F, R, me gërmën H, A, me gërmën G, me gërmën L, me gërmën Z, J, me gërmën K, me gërmën Y, me gërmën S. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.